Maqedonia ka ardhmëri në bashkëjetesë dhe bashkëqeverisje vetëm me shqiptarët. Pa shqiptarët ajo nuk mund të mbijetojë dhe ditët i ka të numëruara. Kjo është deklaratë e kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti të bërë këtë javë në samitin e diasporës shqiptare në Tiranë. Establishmenti shtetëror maqedon deklaratën e Ahmetit nuk duhet ta merrë si kërcënim, por si një paralajmërim serioz se politika e papërgjegjshme e Mickoskit është duke cënuar ekuilibrat e brendshme në vend krahas bllokimit të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian dhe izolimit ndërkombëtar të vendit. Nëse nuk nxjerr mësime, kryeministri rrezikon të përballet njëkohësisht me dy kriza, njërën në Bashkimin Evropian dhe tjetra me faktorin shqiptar. Këto kriza mund të kenë kosto të lartë për stabilitetin politik dhe ekonomik të vendit, duke varfruar edhe më tepër qytetarët e zakonshëm të vendit. Paralajmërimi i Ahmetit lidhet me statusin e gjuhës shqipe. Ai kërkon që gjykata kushtetuese të mos prek ligjin për përdorimin e gjuhëve, i cili parashikon zgjerimin e përdorimit zyrtar të shqipës. Në kushtetutën aktuale, shqipja është zyrtare, por nuk është e barabartë me gjuhën maqedone. Niveli i përdorimit zyrtar është lënë në mëshirë të vullnetit politik të parlamentit, i cili me ligj duhet të përcaktojë gamën e përdorimit. Tashmë kur ligji ekziston, nuk duhet kthyer prapa, por duhet të punohet në zbatimin e tij. Mickoski duhet ta di se ligji i gjuhëve nuk ka rënë nga qielli, por ai ndihmoi që Partisë Shqiptare një zëri të përkrajnë antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Ky kompromis është arritur me pjesëmarrjen e establishmentit maqedon, faktori shqiptar dhe ati ndërkombëtar. Para se gjykata kushtetuese të shfuqizojë shumicën e neneve të ligjit për gjuhët, qeveria duhet të ketë parasysh se respektimin e gjuhës shqipe nuk e kërkon vetëm Ali Ahmeti, por edhe Shqipëria. Dihet roli konstruktiv dhe i pazavendësueshëm i shtetit shqiptar për arritjen e kompromiseve të dhimbshme për ndalimin e luftës në vitin 2001. Është koha e fundit që qeveria maqedone të jetë mirënjohëse për kontributin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve në pavarësimin dhe ndërtimin e Maqedonisë së Veriut, e jo të mbajë qëndrim armiqësor ndaj gjuhës shqipe. Në të kundërtën, do të detyrojnë faktorin shqiptar në rajon të rishikojë politikën e tij ndaj Maqedonisë së Veriut. Gjuha shqipe është vija e kuqe e shqiptarëve. Ligji për gjuhët është miratuar në vitin 2018 edhe nga drejtuesit aktual të Vlenit, Izet Mexhiti si deputet i BDI-s dhe Bilal Kasami e Afrim Gashi të Besës. Nëse e kanë votuar atëherë, tani kanë detyrim ta mbrojnë. Arsyetim nuk ka. Për qëndrimin e kryeministrit Kurti i Vlen e thëna: "Për inat të res më vdek djale."